Përshëndetje miq të nderuar. Dy ngjarje të mëdha, njëra dje dhe e dyta sot në Turqi, kanë bërë bujë jo vetëm brenda Republikës së Turqisë, por thuajse në gjithë botën. E para ishte nënshkrimi I marrëveshjes për blerjen e aeroplanëve ushtarak britanik Eurofighter Typhoon nga ana e Turqisë, dhe e dyta, lajmi I dytë sot, hedhja në opinionin botëror të lajmit nga Turqia se Turqia fillon të prodhoj tankën Altaj, e treta më e rënda dhe më e modernizuara deri më tani në botë. Me lajmin e parë, ngritet në këmbë nga shqetësimi dhe frika Greqia dhe Izraeli, ndërsa me lajmin e dytë bëhet e ditur se Turqia tani më edhe zyrtarisht është ndër 5 shtetet ushtarakisht më të fuqishme në botë. Se çfarë do të flas në këtë video do ta shohim, por edhe një herë nga këto ju bëj me dije se në videon e mbrëmjes, të cilën do ta postoj pas orës 21 sonte, do të mësoni ato të cilat nuk janë thënë as në media turke e as në ndonjë media botnore, por që është një material I vërtet, I sakt dhe objektiv, I nxjerr nga leximi I vazhdueshëm I prapa perdeve dhe prapa skenave televizjeve politike dhe diplomatike të Turqisë, sidomos në 2 muajt e fundit. Në atë video do të kuptoni saktësisht se çfarë e detyroi Britaninë e Madhe të dorëzohet para kërkesave dhe insistimit turk, çfarë I u premtua Britanisë së Madhe në mënyrë që Britania e Madhe të pranoj shitjen e aeroplanëve Turqisë edhe pas 20 vjetë refuzimi që ta bëj këtë, dhe e treta, çfarë është duke u zire në trekëndshin Erdogan, Putin dhe Trump në lidhje me konfigurimet e reja të botës. S'do mend se do të preki në atë video problemin e Çipros, që me sa shihet po del të jetë ndër problemet më serioze tani e tutje të Evropës dhe I cili problem po I rikonfiguron edhe një herë në mënyrë shumë të çuditshme marrëdhëniet e Evropës me Turqinë, si dhe për shkak të Turqisë dhe qëndrimit të saj marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po fillojmë me nga e para. Pse Starmer, kryeministri britanik, erdhi në Ankara për ta hedhë mbi letër nënshkrimin britanik për ata aeroplan? Pse u paralajmërua shumë shpejt vizita e kancellarit gjerman, I cili së shpejti do të zbarkoj në Ankara, dhe çfarë është duke kërcënuar apo çfarë është duke ofruar Turqia për vendet më të fuqishme evropiane sa ta sjell Turqinë deri në këtë gjendje. Apo si u bë që Britania të dëgjoj zërin e Donald Trump për t'ju nënshtruar kërkesave të krahut të djathtë amerikan, e që është Republika e Turqisë. Çfarë po ndryshon në teren dhe ka është duke shkuar Turqia, më lejoni në këta minuta ta shpjegoj këto me ju. Para se të hyj të shpjegoj të gjitha këto gjëra, hajde ta bëjmë një lexim bashkarisht të imazhit apo fotos apo videos ku shihej Starmer duke e hedhë mbi letër nënshkrimin e tij dhe në anën tjetër Recep Tayyip Erdogan. E keni vrejt, e keni pa sigurisht. Ajo që më ra në sy dhe ju bëj me dije edhe juve ishin ato 2 femnat të cilat I bartnin her andej e her këndej
ato letrat protokolare dhe interesantja është se femra e cila i ndejten në krah Erdoganit, turke natyrisht, edhe e dyta, ishte pa havale, pa shami, ndërsa ajo që ishte caktuar në anën e Starmer ishte një grua me shami. Mesazhi është shumë i qartë, shumë i fuqishëm, mbase më i fuqishëm se kaq është mesazhi i Erdogan, kur me vete gjithandej, por edhe në Ankara e merr vajzën me shami, vajzën e ish deputetës së parlamentit të Turqisë, Merve Kavakçı, për t'i thënë botës se shamia është e drejt e gruas, është obligim islam dhe atë e vendos kush të do, si kjo në anën e Starmerit dhe nëse nuk do, si kjo në anën time. Një mesazh i fuqishëm i një shteti islamik, një republike si që është Turqia, se e drejta për mbajtjen e shamis dhe për respektimin e të drejtave islamit të secilit qytetar që janë aty, është bazament i politikës së tanishme të Turqisë. A ju kujtohet miq ajo koha e Bülent Ecevitët, po dal nashta pak prej temës, po është interesante përderisa e përmenda shamin këto. Në vitet e 90-ta unë isha student postdiplomik në Turqi. Në atë kohë zonja Merve Kavakçı, e shkolluar më pastaj edhe në universitetet më prestigjioze amerikane, e që detyrohet më pastaj të vazhdoj jetën në Amerikë, në atë botë i fiton zgjedhjet dhe bëhet një prej 550 deputetëve të ri në parlamentin e Turqisë. Me që deri në atë kohë, shamia ishte e ndaluar në vendet zyrtare, duke nisur në vendet zyrtare dhe publike, duke nisur nga universitetet, e as që mund të flitej në polici, në prokurori, në gjyqësi, pastaj në ushtri hiq e ma hiq, apo në institucionet më të larta të shtetit, atë botë fillon një luftë ta quaj midis sekularizmëve të egër që në asnjë mënyrë nuk dëshironin shenja islame të shieshin në vende publike dhe në institucione zyrtare, dhe në anën tjetër përpjekjet, lëvizjet popullore që kishin marrë hovë në të gjitha universitetet e Turqisë, sa që një prej viktimave të atyre ngjarjeve isha edhe unë, por ka qenë kohë, tani më është kohë e kaluar. E kam fjalën për të shamia. Dhe ditën kur po mbahej ajo mbledhja ceremoniale e deputetëve të ri, Merve Kavakçı futet në parlament, hyn ulet në vendin e saj ku e kishte, dhe sa kaq ish kryeministri i atëhershëm, Bülent Ecevit, duke mos eduruar atmosferë se një grua me shami është futur në parlamentin e Turqisë, del të bina atje dhe e thot atë fjalin, përveç të tjerave, atë fjalin historike, fashizoide, makabër, me fjalet Mesavian. Dësharë, dil jashtë, duke i bërtitur Merve Kavakçës, edhe thot, burası devlete meydan okunacak yer değildir. Me atë zërin shterus. Këto nuk është vendi ku i lypet meydan këti shteti. Duke i dhenë sinjalet e ti se shteti për te i të qenurit sekularist, po dëshironte ta ndrydh mendimin e lirë, lirin e veshjes dhe për ta shpallur Turqinë
si që ishte në fakt një shtet i cili në asnjë moment dhe në asnjë institucion nuk i duron simbolet dhe simbolikat, aq më pak t'i duroj edhe obligimet fetare. Është mirë, mendoj unë, në të ardhmen me bëhe një video, inshallah muj me ja arrit, nëse jeni të pëlqimit me mësue atë histori të thënat dhe të pathënat, si po thuhet, se çfarë ka ndodhur me ato momente, me Merve Kavakçë, me familjen e saj, kush qëndron të pas, kush e kundërshtonte, peripecit e saj dhe çfarë bëri më pastaj Erdogan, i cili me një dekret kryeministri e lejon të kthehet në atë dhe Merve Kavakçën, pasi që ishte dubuar nga parlamenti, pas do kohë dëbohet në egzil edhe nga vetë vendlindja e saj nga Republika e Turqisë. Nëse jeni të interesuar, ju lutem më komentoni në këtë video tek kanali im në YouTube. Dhe tash në temë. Miq, është koha që në këtë video t'ju drejtohem me mirë se vini në epokën e shteteve BOS të reja, në epokën e shteteve të reja BOS. Shtete këto të ardhura edhe si nevojë e dinamikave të kohës, por edhe si fuqi të cilat po i ndryshojnë rrjedhat e historisë së botës në 100 vjetët e fundit. Projektet shekullore janë duke u shembur një nga një. Do të kthehem te Starberi, do të kthehem te aeroplanet. Më lejoni ta bëj këtë jo hyrje, po këtë shtjellim paraprak për ta kuptuar se si u bo që Starmer të vi, ndoshta pa dëshiren e vetë, në Ankara. Bile, si u bë që në pyetjet e gazetarve e thot edhe këte. Është përfitim i Britanisë së Madhe shitja e këtyre eurofajterve, sepse do të punësohen 20.000 qytetar të Britanisë, 20.000 familjeve do t'ju sigurohet një mërqenje më e mirë ekonomike dhe sociale në Britaninë e Madhe. Dikush do të mund të kishte pyetur, po këto 20.000 familje a nuk kam pas nevoj në 20 vjetët e fundit, teksa Britania e Madhe me insistim po refuzonte shitjen e këtyre aeroplanëve të Turqisë. Pra, miq, projektet shekullore janë duke u shembur një nga një. Rendi global, e kemi thonë edhe përpara, po e përsëriti sepse do të mësohet mos thëmë përmenç. Rendi global i shekullit të 20 imponoi strukturat të caktuara shtetnore, imponoi gjuhën e vetë politike të shekullit 20, imponoi rende dhe ideologjit e veta shoqërore për të mbajtur nën kontroll dhe për të dirigjuar globin e tokës, më saktësisht shtetet aty, dhe ai rend shoqëror i cili vendosi një rend të një sistem të bazuar në struktura të caktuara, ndoshta edhe mbi kombëtare. E gjithë ajo që është ndërtuar në shekullin 20, e përsëris me insistim se është shembur në themel. Si pasojë, miq, llogaritjet e shumë vendeve po shembën një nga një. Historia e garnizonit izraelit të patrembur, të pashembur, të pamundur ka marrë fund, sidomos me luftën në Gaza. Shumë fuqi dhe perandori, fuqi të cilave
për të cilat mendohej se ishin të pa arritshme dhe se jeta e tyre do të zgjaste deri në ditën e Kiametit, ka fillu të shkrihen një nga një. Kombet e reja, mojeni men këtë fjali, kombet perandërake të së kaluarës, tani më kanë fillu të rikthehen sërish mbi drasat e historisë. Një hartë e re e fuqisë botnore po vizatohet, jo vetëm në rajonin e Turqisë, për të cilin po flasim son të këto, por në gjithë botën, dhe detyrimisht me ndikimin, kontributin dhe sipas interesave edhe të Turqisë. Fuqit e reja kanë zhvendosur aq shumë sferat globale, sferat e interesave globale, sa që ajo vorbula që kanë krijuar këto fuqi do të gëlltisin në të ardhmen shumë vende dhe shtetet të vogla. Sidomos vendet dhe shtetet të cilat ose nga paaftësia, ose nga pafuqia, ose nga makutëria e klasave politike, nuk e kanë pa, nuk janë të e pa, dhe nuk janë në gjendje të i kalojnë ato probleme për të krijuar një substrat të sigurt dhe të qëndrueshëm mbi të cilën do të mund të jetonte edhe më tutje shteti në cili do shtet. Do të nxjerrën në pa shumë fuqi të habitshme të reja, vende të guximshme që kanë një zë në botën e së nesërmës, ashtu si që kanë pasur edhe në të kaluarën, vende që neutralizojnë strukturat operative të jashtme, duke dirigjuar politikat e brendshme, janë ndoshta vendet e vetme që do të mund të mbjetojnë fuqishëm apo që do të jenë përcaktore të dinamikave të së ardhmes. Dhe jetojmë në këtë kohë. Përse i përmena këto fakte miq, dhe çfarë lidhje ka kjo me starmerin në Turqi? Një, identitetet politike, formatet ideologjike, modelet e organizimeve shtetërore, strukturat institucionale, strukturat e kapitalit që kanë qenë deri më tani, po zhduken një nga një. Si të tilla apo rezultat i kësaj, shtetet të cilat i kanë imponuar këto gjëra, dal nga dal po kthehen në shtete normale si të gjitha shtetet tjera. Vetëm ata që ndërtojnë një sferë pushteti të qëndrueshëm brenda dhe një qëndrueshmëri ekonomike, ushtarake dhe diplomatike të fortë, do të janë ato që do të ndërtojnë edhe të ardhmen. Pse Britania zbarkoi në Ankara dhe u detyrua që ta nënshkruaj atë dokument? Shikoni tash. Britania e Madhe, Izraeli, SBA-ja dhe ndonjë vend tjetër deri para do kohe kanë qenë shtetet të cilat i kanë përcaktuar edhe politikat e brendshme të Turqisë. Dinamikat turke i kanë përcaktuar, mos thëm 90% sipas interesave të tyre. Dhe nga koha kur, edhe kjo nuk është e largët, para do viteve, le kryeministrat dhe ministrat dhe lider të ndryshëm botnor, po a mund të besoni miq se dhe ambasadorët e këtyre vendeve dhe vendeve të tjera brenda Turqisë kanë pas fuqin
që të organizojnë edhe asi protesta si Gezi Park, në përmes së cilave dëshirohej shembja e Turqisë, grushteti popullor në Turqi dhe marrja nën kontroll e Turqisë nga fuqi të reja destruktive të brendshme të ndihmuara nga jashtë. Edhe ambasador të shteteve dirigjonin politikat e brendshme të Turqisë, e lema që një kryeministër britanik, apo i Gjermanisë, apo i SBA-ve, apo i BE-s, apo i Rusisë, të mos ndërhynte edhe më shumë. Kryeministri britanik, Keir Starmer, dje erdhi në Ankara e nënshkroi atë dokument si pas kërkesave të Turqisë, edhe në sasi, edhe në raport, edhe në kohën e dorëzimit, megjithëse që 3 vjeç i erdhën dje dhe janë përcjell nga MiG-16, F-16 e Turqisë në qiell një farë ekspozimi shumë interesant, dhe me këtë Turqia i dha shenjat Britanisë dhe në përmes Britanisë nesër kancelarit Gjerman e në përmes ti Bashkimit Evropian se më Turqia, krah për krah me SBA-t, nuk pritoj me shtije këtë fjalione, sepse detyrimisht do të me shtije krah për krah me SBA-t, do të jenë shtetet të cilat do të përcaktojnë, apo do të rikonfigurojnë lëvizjet dhe interesat e botës së ardhme. Kur thash pak më para, miq, kur thash pak më para se cilat shtetet do të qëndrojnë dhe cilat shtetet do të mbjetojnë, bazuar në dinamikat të cilat sot po shihet, edhe më shumë e përforcon atë bindjen time se koha e kthimit të perandorive veç ka ardhur, koha e zhdukjes, e shpërbërjes, e mbetjes ndoshta as numër e shteteve të vogla të cilat janë krijuar si falcon në përbot, kam mbaruar. Kur i kam pa këto, i kam thënë këto dhe kur ende vazhdoj t'i them këto, edhe më shumë më forcohet bindja se bota tani e tutje do të jetë, apo do të ndahet në thojza të them, në 4 sfera interesash të 4 fuqive kryesore të botës. SBA-t, Turqia si 2 aleat, dhe në anën tjetër Rusia dhe Kina, herë si aleat, e herë si kundërshtar, e herë si armiqësi mes vete, varësisht se sa do ta kenë fuqinë SBA-ja dhe Turqia që ata t'i mbajnë sikur ujqit që e mbajnë në qiell lëkurën e dashit. Dhe sa kanë me arrit kësaj, varet edhe pëlqimi, apo vullneti, apo edhe fuqia e disa shteteve evropiane t'ju rrinë në krah, fillimisht Washingtonit zyrtar dhe më pastaj edhe Turqisë zyrtare. Mendoj se Britania e Madhe, Gjermania dhe Franca megjithatë do të jenë vende që imponojnë politika ndërkombëtare, por ka mbaruar koha e këtyre vendeve që të përcaktojnë diçka sipas interesave të tyre, por që bie ndesh me interesat turko-amerikane. Kjo është ajo të cilën ndeshta me e shpjeguar si hyrje në lidhje me vizitën e Keir Starmer dhe arsyen sepse së paku nga sipërfaqja e jashtme pranojnë në fund t'ia shes Turqit Eurofighter aeroplanat ushtarak. E për çka e ka bë në fakt dhe çka fshihet pas gjithë kësaj,
pra paskenën e pabesueshme për ju, do ta shpjegoj në videon e radhës sante. Cilat janë shtetet të cilat u lëkundën dhe pritën me një habi të madhe zbarkimin e starmer në Ankara, e para Greqia, pastaj Izraeli, dhe këtë do të kisha ndërlidh edhe me njohjen e Palestinës nga ana e Britanisë së Madhe, që ka mjaft material atje shka do të diskutohet. A është bë për të mirën e palestinezve, apo për t'i hek qafe Izraelitet, apo për të ndihmue Izraelin, apo si trysni e vendeve arabe, apo që ndërlidhet me marrëveshje mbi 40 miliard dollar nga Turqia me Britanin e Madhe. Përveç kësaj marrëveshje janë nënshkruar edhe 3 të tjera në vlera kolosale, nga të cilat natyrisht me padurim në pritje do të përfitoj sidomos Britania e Madhe. Nga kjo marrëveshje, përveç Greqisë dhe Izraelit, natyrisht se frikën e ka edhe Irani, natyrisht edhe Rusia, e cila është duke ndajtur me një kamp nën ankth se a thua Ankaraja zyrtare do të lëviz nga boshti stabilizues që e ka pas deri më tani dhe do t'i bashkohet blokut perëndimor. Nëse ndodh një gjë e tillë, unë mendoj se çdo gjë në botë do të filloj të ndryshoj ndoshta nga themeli, sepse bota perëndimore do ta ketë tani më fuqinë dhe pozicionin edhe gjeografik dhe vendet arabe në krah për t'i ndajt në balë dhe për ta shkelur në qafë ndoshta botën ortodokse me Rusien në krye. Nga kjo marrëveshje që është bë aty, kanë ndjesh qetësime të mëdha edhe Republika e Kinës e qebesa edhe disa vende evropiane. Lajmi i dytë miq që bëri buj është lajmërimi i Erdogan live sot, të cilën e kam përcjell atë evenement për afër 4 orë, se forcat e armatosura të Turqisë tani e kanë në dorë tankën Altaj, i cili është prodhim mbi 80% turk. Ajo që është më interesantja, motori i tankës dhe motorët e aeroplanëve dhe të armëve të tjera digjitale, elektrike, elektronike, nuk po di si t'i quaj, janë prodhime turke. Përveç të tjerave, ajo që më bëri përshtypje ishin disa fjalë të presidentit Erdogan në atë evenement, i qetë, pa krekosje, por me një vizion të qartë për Turqinë e së ardhmes. Dhe tha, çfarë dini ju për teknologjinë na patën thënë opozita? Çfarë dini ju për teknologjinë na patë thënë opozita? Ne, po thët Erdogan, deri para do kohën nuk prodhonim as edhe gjilpëra ushtarake në vendin tonë. Por, falë Zotit, tani kemi një Turqi që prodhon armët e veta. Jemi krenar që sot po i dorëzojmë tanket tona të para Altaj, ushtri son heroike, po bëjmë hapat të vendosur drejt qëllimit të një Turqie plotësisht të pavarur në industrinë e mbrojtjes. Thot më pastaj Erdogan, para 20 vjetë s'kishim as 20%, sot kemi mbi 80% prodhim vendor të armatimit që na dohet. As 20%, sot Turqia ka mbi 80% prodhim vendor për armatën e vetë. Vazhdon Erdogan, jemi bërë një vend që ndiqet,
jo një vend që i ndjek të tjerët. Jemi një, qëtë fjali edhe lexon kur po më pyetni ju mua, ka do t'ja man Turkia aknej. Për shtetet mëdha miq nuk bohen bre këto pyetje. Ka do t'ja man Kina, ka do t'ja man Rusia, a thuhet, ka do t'ja man Gjermania. Andaj, sikur me më pas vetë mua me thonë këtë fjalë, Erdogan thot se jemi bërë një vend që ndiqet, që këshyret ka po shkon, e kam thonën 100 herë me miq edhe në për statuset e mija, në për videot e mija. Shtetet e mëdha si Turqia do të më këshyr ka po shkojnë, ka i kanë interesat e veta shkojnë andej. Jo në cilin blok po, nuk është Kosovë, Macedonia, Shqipni, apo renditet kënej, apo renditet andej. Thot, ne jemi bërë një vend që ndiqet, jo një vend që ndjek, jemi një vend ku çdo lëvizje dhe çdo produkt pritet me padorim, brenda dhe jashtë Turqisë. Kemi 3500 kompani të industrisë së mbrojtjes dhe 100.000 punonjës të kualifikuar dhe afër 260.000 të tjerë. 360.000 punëtor të kualifikuar dhe të tjerë në industrinë e armatimit. Ne furnizojmë pothuajse të gjitha forcat tona të sigurisë brenda vendit. Ne kemi mbi 1400 projekte në zhvillim e sipër në industrinë e armatimit. Ne jemi ndër 3 vendet kryesore në botë në prodhimin e AU-ve ushtarake. Ne jemi eksportuesi i 11 më i madhi i mbrojtjes në botë. Ne eksportuam produkte në 180 vende të botës dhe po parashikojmë që ky numër të jetë në rritje jo vetëm për vende ku të eksportojmë, por në rritje edhe për kapacitetet kuantitative dhe kualitative të prodhimeve tona ushtarake. Tani, miq, kur e përmena parzit Starmerin, se për para ambasadorat e vendeve të huja, ky mirë, ky keq, që të nise, që të shtyme, që të djegë, që të bëne, dhe kanë udhëheq politikën e brendshme. Një farë lideri opozites, kë Özelat, Şöbat emnin, më falni qëto, se emna po harrohen, kryetari i GHP-s, Özgür Özel, kërkon ndihmë prej Starmerit, masi shkon në Ankara, edhe kërkon takim që me ndikue të Erdogani me lirue Ekrem İmamoğlu'n e Burgosër. Një video pa tjetër që të 2-3 ditë ka me bo për qëtë İmamoğlu. Qka janë të dalë sene me që shpionajit? Që kishë bo Izraeli do vendet të tjera në përmes ati rjeti, vallahi, billahi, për mu të pabesushme. Kum pas thonë në fillim se këtu ka me dalë një kaçamak shumë interesant. Nuk është puna veç e aty në 1.2 miliard dollarve që i ka kesh përdor Ekrem İmamoğlu. Ka me dalë një punë shumë me madhe. Po Turqia qështu e qënë, kapak. A i nështë a i zbulon 50 sende për një dit, po 2 për me majtë punën kështu. Edhe nejse që ky Özgür Özeli, lideri opozites, kryetari GHP-s, pasi e sheh se Starmer po e refuzon, sepse i thët nuk dua të takohem me ta, ky lyp takim me Starmerin, çka bën që ky Özgür Özeli, sikur përpara kur ka pas lyp ndihmën e Britanisë me ndërhyje për ato protesta që i bënin e kur e burgosën Ekrem İmamoğlu, Starmer i tha jo dhe ky doli ma deklaratën skandaloze. Edhe tha, Starmer në vendin e ti vlerësohet, niveli i besueshmërisë ndaj tij është 4 herë më i vogël se niveli i besueshmërisë me këto. Unë në Turqi kam vlerë 4 herë më shumë se sa ka Starmer atje. Dhe e konsiderojmë qëndrimin e Starmer, pra të Britanisë së Madhe, si qëndrim tradhtar ndaj kombit turk. Starmeri
i Britanisë madhe, mos thëmë nuk guxon, por refuzon të takohet me liderin e opozitës, i cili gjithsesi po mundohet të nxjerrë nga burgu Imamoglu, sidomos tani është rrjedhës për shkak se po dalin sene të pabesueshme shpionazhi që qenë këshin organizuar, punuar, udhëhequr nga ndërtesa e Bashkisë Stambollit. Dhe për fund të fundit me që është interesant për ju, kërkoj ndjes që e zgatum këtë video, tjetërën nuk do të bëj kështu, po ju thëmë cilat janë vendet më të fuqishme tash me aviacion. Masi i morë këto 40 aeroplana, janë në pyetje edhe 112 të tjerë, që kanë me i arë për Gjermanisë, Britanisë dhe për një vendit të tret, nuk ja di emnin, se ju kështë për moj fshet, po du me i thonë fuqit e shteteve në aviacion. Amo vetëm në aviacion, ndërsa në si tërsi ushtarake, thash, Turqia tani më llogaritet ndër 5 shtetet më të fuqishme të botës. Vendin e 30 me aviacion e ka Kanada me 375 aeroplan, në 29-in Kolumbia me 434 aeroplan, në 28-in Siria 452 aeroplan, në 27-in Meksika 462 aeroplan, në 26-in Polonia me 468 aeroplan, të 25-in Indonezia me 474 aeroplan, të 24-in Tajlanda me 501 aeroplan, të 23-in Spanja me 513 aeroplan, të 22-in Irani me 551 aeroplan, të 21-in Emiratet e Bashkuara Arabe me 560 aeroplan, të 20-in Algjeria me 605, të 19-in Izraeli me 612, të 18-in Gjermania me 619 aeroplan, të 17-in Brazili me 628 aeroplan, të 16-in vend në botë Greqia me 632 aeroplan, të 15-in në botë Britania me 664 aeroplan, 32 aeroplan ma shumë se Greqia, të 14-in Tajvani me 750, të 13-in Italia me 800, të 12-in Arabia Saudite me 914 aeroplan, të 11-in Korea Jugore me 951 aeroplan, të 10-in Franca me 972 aeroplan, të 9-in Egjipti me 1080 aeroplan, të 8-in Pakistani me 1113 aeroplan, të 7-in Turqia me 1434 aeroplan, të 6-in Japonia me 1459 aeroplan, të 5-in Korea me 1576 aeroplan, të 4-in India me 2296 aeroplan, të 3-in Kina me 3304 aeroplan, të 2-in Rusia me 4455 aeroplan, hajt mushi me ditë të parin dhe me sa aeroplan. Hajt thune, naturisht. Shaj respekte, pak shaka, të parin, pa pik dyshimi Shëbaja me 13.209 aeroplan. 9.000 aeroplan ma shumë se Siria, se Rusia, dhe 10.000 aeroplan ma shumë se Kina, e 11.000 aeroplan ma shumë se India, e 12.000 dishka ma shumë se Korea. Për kuriozitet i njeha me digitron, me kalkulator, mdollën se krejt shtetet e botës, me që të shifra mundi mini edhe ju, del se SBA-ja ka 75% aeroplan sa ka krejt bota në 30 këto shtete të cilat i numrova. Deri në videon e sonte,
atë më interesantën që të ta dëgjoni, natën e mirë, por paraprakisht shpërndajeni këtë video dhe bëjeni subscribe kanalin tim në YouTube. Mirëmbëlqje.